A jeni sigurt që po të regoni të vërtetën e vrasjes asaj nëne, se dikur keni thënë që jeni ju? Kam thënë të vërtetën. A je ullur me mua për kafe? Jo. A më ke parë mua më te karburanti? Kemi shkuar kur kemi marrë telefonat, por jemi takuar edhe herë të tjera. Keni bërë 3 deklarime të ndryshme deri më tani, për punën e telefonave. Të vërtetën kam thënë. Cila ka qenë arsyeja që unë kam dashur me të largu ty nga lagja? S'ke bashkëpunu me mua, me kushërinë tu. Mos hyni në çështje familjare se do t'ju bëj me qa. Mos më fol mua ashtu, Legen. Kush e mori babin e këtij nga shtëpia dhe e dërgoi tek lokali i Petriqolit për të kërkuar falje? Ke ardhur disa herë ke thënë shpërnguluni prej këtu, sepse ishte nxe festa shumë. Ne nuk ishim fajtor dhe ti e di shumë mirë. Është turpi më i madh ti kërkoj falje unë festim qolit. Babi jot erdhi me kokën me gung. Domethënë e keni marrë peng. Ju më keni dhunuar babën mua. Është vepër penale besoj e dini. Unë kam qenë personi që e kam dërguar babin e tij të kërkoj falje. Cili është motivi që më ke përfshi mua në këtë histori? Ke paguar dhe lekët e varrimit, ti e di shumë mirë. Cili ka qenë motivi që ke vënë tritol tek çuni Xhaestat? Tritoli është vendos 2 ditë para se t'ja vendosin shtëpisë të Aloçelës. E bëra për të trem këto lepurusha për t'ju tregu se sot e vendosët. Për 2 ditë u akmora. Me nipat e mi ke pas konflikte, për cilat arsye? Nuk kam pasur konflikte me ta, njërin e njo. Deri më tani të kanë dalë 3 konflikte me mua. Jo, unë s'kam pas asgjë me ty. Ke qenë thjesht dërgues mesazhesh. A ke djeni ku punoja unë atë kohë kur mendohet se ju kam ndihmuar? Jo, nuk ishe informacione. Po për marrëdhëniet që kam pas me të ndjerën, ke pas djeni? Ti ke shku në varrim, të mira do t'i kesh pas. Ti ke paguajt varrimin me lekët e festim qolit. Mesmeja dhe Nuredin Dumanit ka një dallim të madh. Ndërkohë që ky i lutej Zotit që të vriste ndonjë dhe të merrte ndonjë lek, unë i lutesha Zotit që të gjeja punë, të fitoja para për veten, familjen dhe lutesha që të mos më lëndohej ndonjë punonjës në punë. Ditën e ngjarjes nuk kam pas lidhje fare me këto që thot ky. Unë kam qenë fushkruj, kam qenë ulur për të ngrënë bukë. Më ka marrë komshiu im dhe më thot që është shtrier mama e Loshit në tokë, ose e kanë vrarë, ose ka vrarë veten, nuk e di. I kam thënë lajmëro policin. Kur jam futur në darkë në garazh, ishte gjithë gjak. Dhe qepeni nuk ka qenë ashtu siç thot ai. Atëherë dhe jemi mbrëma për këtë pjesë të dytë. Sigurisht u ndam nga gjeopolitika dhe erdhëm në hallet tona, në hallet e vendit tonë. Ky është një dialog të cilin e përgatitëm në këtë lloj forme për të parë këtë dinamikën e gjyqit më të fundit, i cili fakt është bërë shumë viral. Por për të kuptuar nëse po flet përsëria apo se nëse është vërtet ky çel si zbërthyes sot i rrjeteve kriminale shqiptare të rrezikshme Nuredin Dumani, po apo jo, kam këtu në studio një panel krejtësisht tjetër, të ftuar me zotin Karamuça Mbrëma Karamuça, profesor i kriminalistikës, Trashëgim Sokolaj me Mbrëma, gazetar investigativ, Igvi Çelmeta, gazetar investigativ gjithashtu, nëse erdhen në 360 gradë, dhe Anduena Allabani. Me Mbrëma Anduena. Me Mbrëma she. Anduena, çfarë po ndodh? Po ndodh një proces hetimi brenda një proces gjykimi. Në fakt është seanca e 6 në mos gaboj që Nuredin Dumani dëshmon për llogaritë të procesit gjyqësor. Janë pyetje që avokatët kanë rezervuar për dëshmitarin apo le të themi për të penduarin e drejtësisë, Nuredin Dumani, i cili ka shumë për të thënë zhej. Domethënë janë në një dekadë ngjarje të cilat janë pa autor, vrasje me pagesa, të financuara jo vetëm nga biznesmen, por edhe nga kundërshtar të grupeve kriminale në vend, por ajo që është për të evidentuar fakti që në seancën për të cilën ne kishim dhe insertin, bëhet fjalë për disa pyetje të cilat të pandeurit e tjerë i drejtojnë, avokatët e të pandeurit të tjerë i drejtojnë Nuredin Dumanit. Një gjë që ka ndjellur më shumë interes nga mediat, por edhe nga publiku, ka qenë fakti që Nuredin Dumani ka kërcënuar në sallën e gjyqit. Bëhet fjalë për një avokate, i pandeuri klientit të cilës nuk ishte në sallën e gjyqit, ku Nuredin Dumani e ka kërcënuar avokatën me fjalët që vetëm ti më ke ngelur pa u vrarë, dhe kjo gjë ka sjell pastaj pezullimin e seancës për disa minuta për të qetësuar dhe për të sjell solemnitetin në seancën gjyqësore dhe ka detyruar gjykatën të marrë një pushim.
Ajo që ka bërë prokurori çështjes është që ka kërkuar menjëherë audio përgjimin e seancës për të parë nëse vërtet Nureddin Dumani e ka thënë këtë kërcënim avokatit ligjor të njëjtë Prandeuri dhe për të bërë verifikimet dhe për të bërë një hetim më vete në lidhje me këtë gjë. Pra, kemi një dëshmitar të drejtësisë i cili jetohet në sallën e gjyqit për kërcënim ndaj avokatit. Do t'jenë edhe disa seanca të tjera të pyetjes së Nureddin Dumani, do dëgjojmë edhe shumë gjëra të tjera të çuditshme edhe bombastike për sa i përket hetimit. Kush është fokusi kryesor i këtij procesi? Vrasjet. Nureddin Dumani ka thënë vetëm gjysmën e gjërave që di. Shumë gjëra të tjera do thuhen për... Unë e di që janë vrasjet, po këto vrasjet implikojnë ndërlidhje, po themi, të cilat e aktualizojnë, janë aktuale, për shembull me personazhe VIP të biznesit, me personazhe VIP politikës, ose personazhe hibrid dhe politikë dhe biznes, do thonë ata të cilët ai njeh apo janë, po themi, në repertorin e informacioneve të databazit që ka Dumani, kanë frikë se mos emrat e tyre lakohen dhe karrierët e tyre digjen? Në fakt, emrat e personave që përmenden nga Nureddin Dumani janë njerëz të cilët i përkasin pjesërisht kryetarëve të grupeve kriminale. Por, mos harrojmë që po flasim për njerëz me shumë influencë, me shumë para, me shumë buxhete, madje edhe me njohje dhe me kontakte jo vetëm në politik, po edhe në qeverisje. Edhe në strukturat e policisë kam informacion. Po sigurisht, edhe në strukturat e policisë. Pra, ajo që Nureddin Dumani ka për të thënë, po jo vetëm Nureddin Dumani, se mbas Nureddin Dumanit radhën e ka Ali Beaj. Erion Ali Beaj është një tjetër dëshmitar dhe bashkëpunëtor i drejtësisë, i cili do të dëshmojë në sallën e gjyqit. Unë kam frikë se në këto salla gjyqi ne do ndeshemi edhe me raste të paprecedenta. Sepse ato që ata kanë për të thënë janë vrasjet të bëra në 10 vitet e fundit në Shqipëri, vrasjet të cilat kanë qenë jo vrasje spontane, vrasje të porositura. Po, vrasje mafioze, vrasje me karakter terrorist, vrasje me hedhje makinash në erë, vrasje me eliminime me sniper. Pra janë ngjarje shumë të rënda, të cilat nuk kanë patur kur autor dhe për të cilat ka 2 dëshmitar si personat që janë paguar. Dhe shifrat tregojnë që këta janë persona me shumë influencë. Okej. Profesor Karamusa? Deri më sot ne kishim dëgjuar vetëm dëshmitë e këtij personazhi. Por tashmë që kjo ka ardhur në një fazë që përmendi dhe Anduena në hetim gjyqësor, sigurisht që aty do përballet edhe me thënie kundërthënie të pjesëtarëve të tjerë, të cilët ai në një farë mënyre i akuzon drejt për drejt dhe ju lë barrën atyre për të justifikuar veten dhe për të pasur dhe alibi të mundshme për dalë pafajshëm nga gjithë kjo histori. Por tu flasin për një skuadër vrasësh, jo për një vrasës të vetëm i cili pendohet dhe flet që këto si kanë bërë vetëm unë, po i kanë bërë dhe... është një skuadër e tërë, që jo vetëm me Nureddin Dumanin. Kur thua skuadër, unë jam skuadër, sa është numri? 20. Skuadër 20. Mund të shkojë deri 20 vetëm. 20 të akuzuar janë një skuadër që nuk e njohin njëri tjetrin. Skuadër që e njohin shumë mirë njëri tjetrin dhe i lënë detyra njëri tjetrit ose dhe shkëmbime kleringu që këtë bëhet ti, lekët i ndajmë, atë ta bëj unë e kështu me radhë. Të vritet ti këtë për vrason. Nuk po të them pushkataresh, po janë skuadër vrasësh. Pra 20 vrasës të cilët njohin njëri tjetrin. Jo të gjithë, sepse deri tani prezumohen që jemi korrekt, prezumohen të pafajshëm, por jo mirë. Ky është personi që pranon vet, ky personazh e pranon vet që ka kryer vrasje në bashkëpunim me këta të cilët referon në deponimet e tij. Mua këto shifrat më duan. Pra, ju jeni duke thënë që bëhet fjalë për një skuadër për gati 20 vjetësh, të cilët e njohin njëri tjetrin, kanë hyrë në ndërveprim, kanë bërë bashkëpunim me njëri tjetrin, mbajnë tregun e vrasjeve me pagesë bashkë? Po, një linjë të një tregu. Një linjë, por nuk është pak, 20 vrasës. Një linjë. Bëj kërdin, ore. Durrës dhe Elbasan. Por, që sigurisht nuk janë të gjithë vrasës me pagesë, por janë janë të lidhur me episodet të caktuara, jo me të gjitha vrasjet, do të thënë dhe kjo. Dyshohet që janë të lidhur me disa prej episodeve, që episodet e cilat dajnë nga Sky dhe Enkro, se për këtë po flasë. Por, a janë vetëm këta që na kanë mbuluar gjithë shifrat e kriminalitetit, sidomos vrasjeve të rënda me pagesë akteve kriminale në kufi të akteve terroriste? Jo. Aktualisht ne kemi grupe të tjera, si motra, si këta,
që si kemi ende në radarët dhe në gjurmët për t'i zbuluar kush janë. Mos i shohim grupe, i shohim skuadra, kemi skuadra të tjera, veç e mbërtove Jo, e kemë tamam skuadra. Do kemi skuadra të tjera që cilat nuk e dim fare që ekzistojnë. Se po, nuk ekziston. Po, prof, po flasim për ngjarje të cilat janë zbuluar nga Encro dhe Sky. Domethënë, bëhen fjalë. Kjo pra sfida sot. Po. Që mbas 2021-shit na ka ndodhur shumë ngjarje të tjera më të rënda. Po. Po ne po flasim për 10 vjeçarin para. Që dyshohet që janë 2-3 grupe të ngjashme me këta, po që skemi ende, të dhëna operative ka, po ende prova dhe ende një akuzë direkte, që edhe publiku edhe ne sigurisht të njihemi çfarë janë, ku realizojnë këto veprime, me kë janë të lidhur etj. etj. Po mbase do gjehet në një platformë tjetër. Jo, nuk mund presim platforma, se ky është problemi. Sakt. Sokole? Ma ridërto pak të ngjarje dhe ku je dakord, ku si je dakord atë që tha profesori. Do ka kuptimin që këto skuadrat e njohura, pa njohura, ky numri dhe sa është, po themi, sa vrasje në vit bën secili nga këta vrasje me pagesë. Kjo është në raport me porosin, po pak a shumë. Tani kemi të bëjmë një grup, siç e thash, që janë 20 persona të pandehur, të cilët janë dërguar në gjyq nga prokuria e posaçme në vitin 2022, bazuar në dëshminë. Prova kryesore ka qenë dëshmia e Nureddin Domanit. 32 urdhër arresti. Dhe më pas 32 urdhër arresti. Në atë kohë po flas për numrin e personave që janë të pandehur në këtë proces ku gjykon ky, sepse dosja është ndarë në disa procedime, por në procesin ku po dëshmohet Nureddin Domani përballë të pandehurve të tjerë janë 20 të pandehur. Është procedimi i vitit 2022 në qershor 2022 me numër 75 fraksion 2. Edhe janë edhe akuzat, po procesi ku po përballet ky me ish bashkëpunëtorët e tij, disa prej cilëve i ka pajtuar për të bërë vrasje, është ky proces ku janë 20 persona të pandehur. Golden Bullet ose plumbi i art, dosja ka një numër të pandehurësh më të madh, një pjesë prej cilëve janë në Dubai, një pjesë nuk janë arrestuar, një pjesë kanë urdhër arreste të reja, ndërkohë që janë të arrestuar për vepra të tjera. Pra, për ta seruar publikun, bëhet fjalë për një proces ku është seanca e 6 ose e 7, ku ky person ndryshe nga çka dëshmuar 2 vite përpara përballë prokurorëve dhe që nuk kishte kundërthënës, tani është në sallën e gjyqit me ta dhe një pjesë e tyre, unë besoj që kjo që po ndodh zhej është ku nuk është dakord Çelmeta me këtë. Jo, se kam mbaruar vetëm logjikë. Unë besoj që kjo që po ndodh është një strategji e avokatëve dhe të bashkëpandehurve të tjerë në proces për të dhënë mesazhe brenda sallës, po dhe jashtë sallës së gjyqit dhe ju e thatë shumë mirë pak më përpara që duket sikur ka një tendencë edhe për të folur personazhe. Për shembull, Enver Diva, një tjetër përveç Qolit, Enver Diva, një tjetër ish bashkëpunëtori i Nureddin Domanit, ka thënë që Nureddin Domani është takuar me 2 deputet në një lokal, të cilët i kanë dhënë fotografinë e Talo Çelës dhe një çantë me para për të kryer vrasjen. Çfarë interesi ka të përmendet ky element në këtë fazë të procesit, përveç faktit që synohet për të dhënë një mesazh brenda sallës së gjyqit ndaj gjykatës dhe prokurorisë për të thënë që ky i penduari juaj nuk i ka thënë të gjitha, ka mbajtur disa gjëra pa i thënë, dhe ndërkohë nga ana tjetër për të influencuar edhe jashtë sallës së gjyqit për të çuar disa mesazhe atje ku duhet për të treguar për të thënë që ne kemi dieni që ky person i akuzuar për 10 vrasje, kryesisht në Durrës dhe në Elbasan, vrasje kryesisht me pagesë, ka lidhje edhe me botën e politikës apo edhe me botën e Po bën jashtë të penduar, do të thonë po të njëjtën gjë? Ka lidhje edhe me botën e biznesit. Tani, elementi tjetër që del është që kemi një të penduar që ka marrëveshje bashkëpunimi me Spakun që kërcënon avokatët në sallën e gjyqit, po kërcënon edhe të bashkëpandehurit dhe i thotë do t'ju ha hallvën dhe të tjera si këto. Dhe që këtu duket sikur është një strategji e cila në fakt po jep fryte për ta lëkundur pozitat e këtij të penduari dhe dëshminë e tij si një nga provat kryesore në këtë proces. Kjo është brenda rregullave të lojës. Patjetër, por mbetet për të parë se si Spaku do ta administrojë këtë situatë. Po, është edhe Erion Alibej që nuk ka filluar akoma nuk ka filluar akoma të flasë. Kjo, shiko, kjo historia e kësaj 2 deputetëve dhe 2 biznesmen. Se dikush tha është fake, unë kisha avokatin mbi e ka mohuar në gjyq Domani, kur e ka pyetur i pandehurit tjetër, e ka mohuar, ka thonë nuk është e vërtetë. Si? Nureddin Domani, kur është ballafaquar me të pandehurin tjetër që e ka akuzuar, kjo e ka akuzuar, Nureddin Domani e ka mohuar. Dhe di që edhe prokurori i ka thënë kush janë emrat e këtyre, do t'ja u them në një seancë tjetër, ka thënë personi. Se kisha avokatin, një nga avokat isha në një studi. Po ligji për të penduarit. Kjo si ishte fake news, pra diçka e thënë aty në seancë, e regjistruar,
mund të jetë për çfarëdo lloji rrethanash të strategjisë që përmendi kolegu, por prokuroria ka detyrimin ta hetojë. Për të parë, ka vërtet një indicje të tillë apo nuk ka? Patjetër që do ta hetojë. Por në ndryshim nga të pandevrit që Nordin Dumani flet me emra dhe pozitat e tjerë nuk flas me emra. Ja ta ndërtoi dhe çelmenta personale. Në ndryshim nga të pandevrit e tjerë, Nordin Dumani në dëshmitë e tij ka folur me emra. Por është rezervuar në emrat, siç e përmendët më parë, të personave VIP. Po të thëmë re, të gjithë dëshmitë e mëparshme të Nordin Dumanit, ky është rezervuar në përmendjen e personave VIP apo të politikës. Pra, përmend vetëm ngjarjet kriminale ku pjesëtarët të bandave kriminale në aksin Elbasan Durrës kanë qenë bashkë me Nordin Dumanit të grupet që kanë mbështetur Nordin Dumanit, por edhe kundërshtarët e këtij të fundit dhe në bazë të informacioneve që kanë dalë dhe nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC, prokuroria e posaçme ka parë që disa nga dëshmitë e Nordin Dumanit kanë dalë të vërteta. Por ka të dëshmitë të cilët janë marrë me rezerva. Dhe prandaj po bëhet ballafaqimi me të pandevrit e tjerë. Pyetja që ju lash ta ekspozonit sepse jeni të gjithë shumë ekspertë se mua dhe më të informuar në këtë temë, nuk ndërhyj, po ideja është kjo, ka një risk që Altin Dumani dhe të shkrimtarët e tjerë të penduar të komandojnë, Nordin Dumani, më falë, se mëndin gjithmonë ke kërë spagut, të komandojnë nga jashtë, pra se tu është të përdoren si vegla për të përbaltur politikan, biznesmen, apo të tjerë, pra se tush, në kuptimin që në rastin, ajo që një ofunër di rastin, për shembull, e disa të penduarve në të proceset e antimafes italiane, kur pati një regjim prapa kuintave, në burgjet e sigurisë lartë në Itali, ku disa mafios u bënd të penduar për të përbaltur njerëz të cilët ata e kishin në listën e tyre të zezë. Dhe një nga këta ka qenë një Enzo Tortura, ka qenë një nga figurat më të shuar të spektaklit italian, i cili befas nga dëshmia një penduari u arrestua në spektakl. Dhe jeta ti u rehabilitua kur ai tashmë mbas 7-8 vjetësh u konstatua dhe i smur me kancer nga trishtimi, do u shkatrua komplet jeta. Ata e kishin piksionim sepse ai ishte një antimafios publike tjetër, ose për shembull konkurrent të tjerë, konkurrent të grupeve të kioskave mafioze, me disa të penduar të telekomanduar, vepronte, po themi, policia antimafia italiane, dhe vinte praga njerëzve që s'kishin lidhje fare. Pra, do të thënë, jemi në këtë rast ky Nordin Dumani dhe këto tjerët, dyshohet që janë të telekomanduar, apo shesin pendesin e tyre porcion mas porcioni? Nuk mendoj që janë të telekomanduar. Nuk janë. Mendoj që Nordin Dumani, që është bërë i penduar i drejtësisë, ka bërë në shenjë hakmarrje ndaj aleatëve të tij të grupeve kriminale. Për këto personat VIP, për njohurit që ka për gjërat. Deri në këtë moment Nordin Dumani nuk ka përmendur personazhe VIP. Është treguar rezervuar. Hakmarrjen e tij në thonjse e ka ndaj grupeve rivale në qytetin e Elbasanit, por edhe ndaj atyre që më parë i ka pasur aleat dhe e kanë tradhtuar. Po të kujtojmë arrestimin e Nordin Dumanit në 29 mars të vitit 2022, bëhet 3 vite nga arrestimi i Nordin Dumanit. Atë ditë Nordin Dumanit është bërë atentat në aksin rrugor Elbasan Cerrik në fshatin Papër. I plagosur dhe sipas informacioneve që ka pasur policia e shtetit, informacionet që ka marrë policia për të shkuar të arrestonte Nordin Dumanit në Fier i ka marrë nga kundërshtarët e bandave rivale të Nordin Dumanit. Por edhe nga aleat të mëparshëm të Nordin Dumanit. Dhe në shenjë hakmarrje aty dhe ai mori vendimin që sepse bëi penduar drejtësisë madje. Sepse ai atë ditë ka mbetur i plagosur, duhet ta themi këtë gjë, ka mbetur i plagosur në një tentativë për të bërë atentat ndaj Talo Çelës. Është vërtet. Dhe grupi rival ka qenë një hap përpara tij. Kjo është vërtet. Dhe edhe fakti që u pendua nuk ishte thjesht një hakmarrje, po ishte edhe fakti që e kuptoi që i kishte ditët Madje Nordin Dumani ka shprehur ditën që është arrestuar, është çuar në spitalin e traumës, ka qenë në prani të këtij disa funksionarë të lartë të policisë së shtetit dhe ka shprehur para atyre që do jetë një penduar i drejtësisë. Dhe ato kohë doli dhe lajmi në media që Nordin Dumani do të jetë i penduar i drejtësisë dhe reagoi dhe Spaku që është një informacion që përgjinjëstroi si informacion sepse ishte një informacion që nuk duhet dilte në media sepse Nordin Dumani prishi balancet e krimit. Dua ta dëgjoj përgjigjen edhe nga profesor Karamusho dhe nga Andoena, do të thënë, ekziston rreziku që këta të bëhen të telekomanduar, një e dyta, apo e japin ka një strategji
për të thënë gjërat e tyre pjesë dhe për të marrë në këmbim lehtësira apo shpërblime apo kështu gjërash? Anduena e parë. Anduena. Nuk mendoj që Nureddin Domani po përdoret nga kulisa për të përmendur emra edhe për të goditur poshtë brezit apo sipër brezit. Unë mendoj që prokurorët janë duke punuar me Nureddin Domanin dhe me persona të tjerë të pandehur në këtë proces për të marrë sa më shumë informacione në lidhje me personazhet për cilat ata nuk kanë patur provat mjaftueshme, pra si një indicie për të shkuar provës deri në fund, dhe pavarësisht faktit që në 6 seanca Nureddin Domani nuk ka përmendur emra VIP, Nureddin Domani ka treguar emra të papar përpara prokurorëve, duke filluar nga drejtues të lartë policie në lidhje me vrasje dhe me krime, deri tek politikan, te deputet, te zyrtar, te kryetar bashkisë. Cilët politikan? Politikanët tanë, kuvendit. Po. Janë bërë publike emrat? Jo, nuk janë bërë publike emrat, po janë në dëshminë që Nureddin Domani ka dhënë për llogaritë e këtij hetimi. Pra SPAK-u është duke verifikuar emrat në këtë rast. Po sigurisht, ndaj dhe SPAK-u i ka aty zhe, por problemi është që duhet të shkojë tek ata kur të ketë provat e mjaftueshme, sepse një dëshmi e Nureddinit burimet se neve nuk ti kërkojnë dot se cilat janë, që janë emra VIP në të politikës. Janë emra të personave me shumë Po këtë informacione kam dhënë. Por se problemi është pse këto zakonisht rrjedhin këto emra, pse nuk dalin këto? Pse nuk dalin? Që nuk dalin. Dalin. Okej. Ti zakonisht ti të ndosh e ta thuash të Jo, nuk të ndohem ta them, po kam përshtypjen që ka edhe gazetarë që i përdorin për shantazhe emrat. Dakor. Atë jo, ne nuk kemi nga ata, nuk studio nuk është nga ato. Atë profesor? Nuk them që ka një strategji për të targetuar personat të caktuar. Është thjesht një thonje kundërthonje në formën e ballafaqimit gjyqësor që do zhvillohet edhe në ditët e javës në vijim. Nuk më bind ky personazh mua, sepse ky, siç tha dhe Anduena dhe kolegët e tjerë, di më shumë. Nureddin Domani. Nuk më bind. Për çfarë arsye? Nuk më bind që është shterus, sepse një nga elementët për të marrë statusin e bashkëpunëtorit drejtësisë, po, është thjesht shterus, pra të mos mbash asnjë rezervë, ti thuash të gjitha. Sepse nëse prokuroria verifikon më pas dhe del që ti nuk i ke thënë të gjitha, ose ato që i ke thënë, disa i ke thënë të shtrembruara, me njëherë del nga ky status dhe nuk pëson asnjë lloj, nuk përfiton asnjë lloj lehtësie nga ana e drejtësisë. Po sigurisht. Tani këtë status e ka Nureddin Domani. Aktualisht e ka. Por do të shikohet në ditët në javët në vijim, edhe nga kundërthënjet nëpërmjet ballafaqimit që do ketë bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë apo persona tjetër dëshmitar, se vetëm me dëshminë e tij nuk mund dënohen njerëzit. Pra duhet që të kryqëzohen të dhënat edhe me ngjarjet konkrete, me të dhënat të sakta se si janë mbledhur në vendngjarje, dhe me dëshmitar të tjerë. Se vetëm me thënien e këtij askush nuk do dënohet. Absolutisht. Se shumë mund të dalin të tjerë njerëz dhe mund të njollosin gjithë Shqipërinë duke thënë ky ka vrarë, ky ka dhënë lekë para, por prova determinante. Pra do të nxjerrë mësim nga eksperiencia italiane. Por me atë që thot Anduena, që e dini dhe ju, e di dhe unë, e di dhe shumë me shumë të tjerë, që ky fillimisht edhe për shkak të frustrimit të madh, frikës edhe agresivitetit nga ajo që i ndodhi, foli më shumë se ç'duhet. Dhe pastaj në ditët dhe në javët në vijim, filloi të frenoi pak se kuptoi që pesha e fjalës së tij mund t'i psonte një dëm më shumë të madh vetë personit. I rrezikoi jeta. Edhe mund t'i rrezikojë jeta dhe po ta shikoni. Sepse me që more Italinë zhej dhe unë duhet bëj një krahasim me gjithsesi është i duhuri me Totorina. Po nuk mbaj Totorina as me në atë kohë s'kishte kështu Skype nga këto, po as me celular në atë kohë e as me palestra, as me asgjë. Totorina ka qenë në një ruajtje bunkeri, domethënë që në 23 orë ishte në një dhomë 3x3 dhe në 1 orë rinte në një ajrim që ishte 2x2. Tani, që ishte, kush ishte? Po. Flesim edhe për Thomas Bushetën. Kupton që edhe ai kishte këto, po nuk kishte ai të tilla gjëra.
Dhe Tomas Busheta ka thënë një gjë që unë e marrë në paralel, pra heq paralele me Nureddin Dumanin. Po. Që mos më pyesni për këta më lartë. Deri këtu e mbyllim hetimin. Dhe në fakt aty u mbyll. Fakt. Se ti e njohë si mirë asaj. Se fjalën për Andreotin thuaj atëherë. Edhe për shumë nivele të larta senatorësh dhe deputetësh. Për këto jo tha. Po u hap kjo tha, pastaj tha, siç do ta keni ju, do ta kem edhe unë fundin. Janë dy mistere në këtë lidhje, sepse me që po e ndjekim Totorinës, kur është arrestuar Totorina, praktikisht nuk merret vesh sepse nuk u bastis shtëpia ku e rinte. Dhe të gjitha ato informacione gjithë për kartës, se atëherë nuk kishin kështu mënyrë kompjuterike, nuk merren vesh se kur është. Se me kë komunikoj pa. Dhe pastaj kur është bërë atentati ndaj Falcones, një çantë që Falcone mbante me vete dhe që fizikisht u identifikua pavarësisht si nuk ishte shkatruar, dhe ajo u zhduk dhe nuk u gjet më. Ishte shumë fajla, shumë dosje. Nëse to janë misteret e kësaj bote. Jo, problemi është, a i kemi këto dritë hije edhe në rastin konkret? Po pra, nuk e dim, koda e tregoj. Sepse nëse ky di aq sa na thon, atëherë ky ka një problem shumë të madh. Qartë. I cili nëse zbulohet dhe faktohet, na shkakton tërmet në disa prej niveleve. Qoftë të biznesit, mos harrojmë biznesit, qoftë të politikës. Po sigurisht. Madje sfida më e madhe e SPAK-ut dhe prokurorëve të çështjes ka qenë kur shtetet europiane sollën dosjet e Encro dhe Skyt, përgjimet. Aty dolën xhevahiret të tjera për Nureddin Dumanin dhe prokurorët, paktën këtë unë e kam të konfirmuar, prokurorët janë detyruar të bëjnë seanse të tjera maraton me pyetje përgjigje me Nureddin Dumanin. Unë kam një, më fal Andovina, unë kam një hipotezë tjetër dhe e hedh për diskutim. Mbas një viti, 2 vitesh do fillojnë do vinë nga Haga, Europoli e këto, transkriptet e para të Matrixit. Po, Matrixi. Ku ky personazh këtu dhe disa të tjerë e kam pranuar përpara që kemi komunikuar me Matrix. Po, e kemi përdorur. Po nëse gjatë kësaj kohe ne i kemi dënuar këta njerëz në këtë proces, dhe na del që nga Matrixi nuk janë këto të dhëna dhe prova, por janë të tjerë ato që kanë çuar në këtë vrasje në atë vrasje. Se do jetë një stafet përgjime që do na dali më vonë. Prandaj prokuroria dhe gjykata do të jetë shumë e kujdesshme, se po doli nesër në Matrix, do t'i kërkosh falje, do t'i nxjerrësh nga burgu, do rishikosh të gjitha vendimet, do marrësh një peshë shumë të madhe dhe përgjegjësi. Prandaj them që ky njeri nuk më bind dot. Nuk po them të presim Matrixin. Po them që ato që do të Fakti që provat që do jenë solide, do jenë solide. Po fakti që prokurorët kanë bërë një tjetër të penduar, do të thotë që ky nuk është. Dhe pastaj një i penduar i drejtësisë. E para nuk kërcënon në sallë gjyqi. Sepse ngjan edhe çik si arrogant që unë jam me këta dhe bëj ç'të dua me ju. Jo. Ja që do jetohet. E dyta, ky ende është i dyshuar për eksplozivin e Elbasanit. Jo tani është një ngjarje ku është vrarë një i pafajshëm aty. Ngjarja e Elbasanit me eksploziv, me ato 2 motrat aty. Po pra janë disa gjëra që edhe prokuroria ka kosto të madhe që e mban në ato kushte që e mban aty. Për duke i dhënë aksesin e nevojshëm. Ty thot njerëz në sallë gjyqit do ju ha hallvën, do ju vras, do ju bëj. Jo, dhe kjo jo. Fakt ka pas një avokatja ka bërë një kallëzim. Se këto i faturohen SPAK-ut penal për hetimin e Nureddin Dumanit në lidhje me këtë kërcënim një në brenda. Po nesër nëse i ndodh diçka larg qoftë një avokate ose një tjetër dëshmitar, ç'a ndodh pastaj se një u vra aty. I pafajshëm. Por nëse nga fjalët e këtij kanosja e tij na ndodh një ngjarje e rëndë, çfarë bëhet me këtë? Pse doli nga vetja? Pikërisht doli nga vetja sepse u ngacmua në disa situata dhe në disa momente të cilat atë e bëjnë të ndihet i rrezikuar me këtë statusin e privilegjuarit që ka. Dhe unë çfarë statusi ka? Arri në shtëpi, ja do ta shpjegoj. Në shtëpi sekrete kur? Unë besoj se ka diçka nga ideja që ju thatë pak më herët që ky personazh mund të jetë edhe i influencuar. Dhe pse? Vitin e fundit për shembull janë publikuar fakte që kanë treguar se ky person ka komunikuar me jashtë në ambientet ku ndodhet. Të paktën me disa persona, pra janë publikuar pamje apo video ku ky person ka komunikuar me disa vajza, janë publikuar fotografi ku ky është në një palestër, janë publikuar fotografi ku ky është në një Skype, në një platformë sociale që komunikon me foto dhe me video, dhe automatikisht çdo kujt i lind
e drejta për të dyshuar që ky mund të ketë komunikuar dhe me persona të cilët e udhëzojnë nga jashtë që dëshmo për këtë, dëshmo për atë, ndiq këtë strategji, përmend evidento këtë rast për të humbur gjurmët apo për të humbur vëmendjen, impliko këtë për ta bërë procesin më kontrovers, edhe elementet kësaj forme. Në fakt është tundimi i madh të kesh një si Nureddin Dumani, që është bërë shumë viral dhe ta kesh, po themi, ta shfrytëzosh ti. Të kesh ta shfrytëzosh. Tundimi i madh. Tani, në këtë çështje, duhet ta them për publikun që ka pasur edhe një të penduar të tretë, që ka qenë Klevi Salla, i cili e ka humbur statusin, ashtu siç tha profesori, që rezultoi që jo vetëm që nuk kishte treguar gjithçka duhej, pra gjithçka dinte, sepse klauzola ligjore kërkon që të tregosh gjithçka, pa kursyer asgjë, duke implikuar dhe veten dhe të tjerët. Por kishte treguar gjëra të pasakta dhe kemi një të pafajshëm në këtë rast që u shpall nga gjykata pikërisht mbi provat dhe faktet që janë informacione të devijuara enkas. Ky është një personazh kontrovers dhe sigurisht është një personazh të cilit nuk mund t'i besohet me 100%. Një vrasës me pagesë që pendohet, ai njëti person vetëm për të shpjeguar pak për karakterin e tij. Është një personazh që fillimisht ka marrë porosi nga Talo Çela për të vrarë Erion Alibein dhe pastaj ka shkuar te Erion Alibei dhe i ka thënë që Talo Çela kërkon të të vrasë dhe sa më jep më shumë ti që të dhe pastaj vllai i Talo Çelos ka dashur ta vrasë me armën që Talo Çela i kishte dhuruar në kohën kur ishin në një grup bashk dhe pastaj u bllokua arma dhe përdori një armë tjetër. Pra është një personazh që Burs. Pra do të thënë kush ofron më shumë? Bursa, si ke aksionet, ti ke më shumë. Kush ofron më shumë? Ka vlerën më të lartë. Jo, mirë, po tani nuk e bëjtë të krahasimin. Atë për ta mbyllur me ty, Çelmeta. Mendoj që këto privilegje që po jepen Dumanit si i penduar i drejtësisë janë të tepruara. Me të drejtë profesori përmendi edhe rastin e fundit të Mos u impresionon tani nga profili i rënd i Jo, nuk ka lidhje, për është një ngjarje shumë e rëndë. Është një ngjarje shumë e rëndë ku një pafajshëm jemi miq. Jo, po nëse s'është dakord, se jo. Jo, është një ngjarje shumë e rëndë ku një pafajshëm ka humbur jetën nuk është zbardhur si ngjarje. Po kjo sugjestion o burr. Është një ngjarje shumë e rëndë, cila nuk është zbardhur akoma një pafajshëm, edhe kam pasur komunikime me babain e viktimës. Kam pasur komunikime me babain e viktimës në Elbasan, dhe është një ngjarje shumë e rëndë ku drejtësia ka lënë pas dore. Dhe nuk po zbardhet. Një pafajshëm humbi jetën dhe i dyshuari kryesor pra është Nureddin Dumani, i cili kishte komunikim me Modrat Nikolli dhe me Skype, madje me Skype. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe një penduar drejtësie nuk mund të jepet privilegje kaq të tepruara. Jo, dhe tjetra, shumë e drejtë kjo. Pra ti jep akses ti në Skype. Dhe ai në Skype, se na është bërë Skype, se nga Skype e kemi aty ku e kemi. Në Skype ky flet. Dhe flet me këto nëpërmjet aplikacioneve. Tani ky ka kërcënuar këto. Pra ka konsumuar vepër penale në hapësirën elektronike, digjitale që i ka dhënë Spaku. Që do të jetë përgjuar me të. Atëherë çfarë bën zotri? Po e lejon këtë që ky të kryej vepër të penale, ndërkohë që ka një status të tillë dhe ti ke krijuar gjithë kushtet? Jo. Se urdhë ç'a ndodhi mas asaj. Nga kërcënimi vajti shpërtheu aty. Dhe ka një gjë. Ky njeri kur kërcënon, ky ka njerëz jashtë që janë pjesa tjetër e skuadrës, dhe ky kur thot do të vras, siç ndodhi me rastin e Elbasanit, ky i ka pra njerëzit që e bën këtë. Se ky vetë është izoluar, si do ta realizojë ky? Të do të zbuloj Spaku. Me kë i kërcënon ky këta? Këtë do të tetoj Spaku. Ore kë ke tjetër ti që po shkon edhe po bën namin poshtë lart. Dhe kjo është një gjë shumë serioze që Spaku prapë më përgjithësi. Dakor, atë kalojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi për minutazhin e fundit që është gjithmonë me krimin e organizuar, me krimin me korrupsionin, por sigurisht me Spakun, sepse gjithmonë më tepër xhirojnë zërat për arestime pikante VIP përpara zgjedhjeve. Publicitet.